aktualisht ndodhem pikërisht këtu në Novosel, tek ura e Mifolit, ku është edhe një nga zonat më kritike, këtu ku shtabi i emergjencave civile vetëm pak minuta më parë zhvilloi një mbledhje në drejtimin e ministrit Piro Vëngu. Deri më tani janë gjithsej 13 banesa që janë evakuuar, ndërsa vazhdojnë autoritetet të njoftojnë banorët e tjerë të cilët janë në zonën e basenit të lumit Vjoz dhe që paraqesin rrezikshmëri. Aktualisht emergjenca civile në bashkëpunim edhe me forcat e policisë janë stacionuar këtu ku, siç shikoni, edhe pasmeje gomonet janë gati për të ndërhyrë në rast problematike dhe ka nisur në fakt në këto momente një operacion për evakuimin e një familje e cila gjendet në zonën, në pjesën tjetër pra të Novoselës, në afërsi të shinave. Zona Bishani, pra fshati Bishani, është problematik të riskuarit nëse do të kemi rreshje të cilat do të vazhdojnë me intensitet në zonën përmetit, informacionet nuk janë të mira deri pasi niveli Vjosës edhe në përmet dhe me Maliaj, gjë që do të reflektohet edhe këtu në Novosel në orët në vijim, ndërsa institucionet kanë kaluar në gjendje gatishmërie, pasi parashikohet që të kemi një vërshim të Vjosës e situatë aty për mbështetje të tokave ujësore të banesa. Zona e riskuar është zona e Bishanit, në orë vijim mund të rrezikojë edhe Novosela nëse uji do të kapërcej shinat e trenit. Pra nëse uji i Vjosës do të kapërcej shinat e trenit, atëherë do të kemi edhe Novoselën, e cila mund të përmbyt. Vlen të theksohet se në këto momente janë krejt pakti, tjera janë